disa nga pyetjet që kisha, vetëm I mora përgjigjet. Mes tjera është lidhur me forcën e nevojitur të shkaktuar perëndim, por në kushte normale unë nuk kam nevojë as me bo pyetje, sepse nuk besoj që një shenjë në dorë mund të shkaktohet nga dikush që as nuk ka qenë prezent në momentin e vrasjes e para. Por prokurorja në aktakuzën e saj pohën që kjo shenjë është shkaktuar nga une, sepse sipas saj kam mbajtur bashkëshortën time për, siç thotë kjo, për mos t'ju shpomur plumbi. A thot raporti juaj këtë që a vërteton kjo që unë e kam mbajt gruan time në momentin e vrasjes? Kaq të kjo pyetja e nej? Po. Doktor Gjyqaki. Mjeku ligjor nuk paragjykon pozita apo situata të cilat kanë mund të jenë në momentin e vrasjes së tani më të ndjerës. Mjeku ligjor ka obligim që të bëjë përshkrimin e qartë të çdo dëmtimi trupor, duke I përshkruar karakteristikat e dëmtimeve trupore, në bazë të cilave bëhet edhe interpretimi I provave mjekurigjore për prokurorin e shtetit në fazat e hetimit dhe për kolegjin e trupit gjykues në fazën e gjykimit. Prandaj është shumë normale që në një raport autopsie nuk mund të shënohen pohimet e tilla. E morë përgjigjen e? Po, doktor, ju në raportin tuaj tregonin që dëmtimi është shkaktuar në periudhën kohore jo me gjatë se 1 orë para vdekjes. Që do të thotë, ka mund të ndodhë 59 minuta para vdekjes ose 10 sekonda para vdekjes. A është saktë kjo? Kjo ka mund të shkojë deri në 3 orë para vdekjes. Në raport thuhet 1 orë. Nëse po mund silles me po. Ne, pritet përgjigjen. Kjo ka mund të shkojë anëherë deri në 3 orë, prej 0 deri në 3 orë para momentit të vdekjes, pasi që, siç e theksua më herët, e ndjera ka qenë obeze, dhe për këtë arsye, variablat e periudhës kohore të shkaktimit të këtij dëmtimi zgjerohen. Një pyetje, doktor. Apo jashtohet mundësia e vetë lëndimit në momentin në tentativë për ikur apo diçka tjetër? Jo, nuk mund të përjashtoj. Unë nuk mund ta përjashtoj. Edhe nuk është detyrë e ime. Nuk kam pyetje tjera e parë. Gjatë procedurës të autopsisë mjekurigjore është konstatuar vrima hyrëse në regionin e djathtë moror të kokës, e shkaktuar nga veprimi dinamik I predhës së hedhur nga armë e zjarrit, e cila ka pas drejtim nga djathtas majtas, nga përpara pjertas dhe pas, dhe nga poshtë pjertas lart. Është e rëndësishme të ceket se pjesë metalike të kësaj predhe është gjetur në anën e majt morore të kokës, e cila është dorëzuar si provë sipas zinxhirit të ruajtjes së provave të policët hetues. Si rezultat I kësaj plage ka ardhur edhe gjakderdhja e brendshme dhe jashtme trurore, e cila është edhe shkaku I vdekjes. Gjatë ekzaminimit të plagës hyrëse, kemi konstatuar përreth vrimës hyrëse prezencën e faktorëve plotësues të qitjes, të cilët kanë shkaktuar djegjen lëkurore me prezencë të grincave të barotit dhe në bazë të këtyre provave mjekurigjore është konstatuar se distanca e qitjes sillet rreth 2 deri në 5 cm, përjashtohet mundësia e vrasjes me puthitje apo gjysmë puthitje për shkak të mungesës së stampimit
të tytës së armës në indet e buta për rreth vrimës hyrëse të plagës. Me ta bërë që edhe formën në duke. Plaga është përshkruar se ka formë trekëndëshe e cila është e shoqëruar me thyrje të shumë fishta kockore dhe e shoqëruar me plozë për rreth. Në raste të ngjashme, kur mungojnë të dhënat preliminare nga vendi i ngjarjes, gjatë kryerjes së autopsisë mjekëlizore, kryen edhe ekzaminimet e detajuara të shuplakave të duarve të ndjerit apo ndjerës. Edhe në këtë rast, kemi kryer ekzaminimet e 2 duarve të tanimit të ndjerës, në mënyrë që bazuar në prezencën apo mungesën e faktorëve plotësues të qitjes dhe njollave në klapa spërklave të gjakut, është eliminuar mundësia që e njëjta të ketë përdorur ndonjë armë apo të ketë shkaktuar vetvrasje. Edhe mungesa e shtangimit kataliptik të gishtit tregues është një provë tjetër plotësuese mjekëlizore që e plotëson konstatimin e parë dhe nuk lë asnjë dyshim për ndonjë mundësi tjetër. Gjatë procedurave standarde të autopsive mjekëlizore, përveç plagës vdekjeprurëse, ekzaminohen të gjitha dëmtimet tjera eventuale trupore, e në rastin konkret, gjatë ekzaminimit të jashtëm trupor, është konstatuar gjakmbledhja nënlëkurore, vizhlidhse hematoma, me përmasa rreth 6 herë 1.5 cm në regionin e sipërm dhe të jashtëm të krahut të majt. Kjo gjakmbledhje është përshkruar me përngjyrim të kuqe dhe blu. Vetë përngjyrimi i tillë, bazuar në literaturën shkencore mjekëlizore dhe praktikat mjekëlizore, dëshmon se kjo gjakmbledhje është shkaktuar para ose gjatë vrasjes së tanimit të ndjerës. Ngjyra e kuqe tregon praninë e eritrociteve të freskëta dhe të oksigjenuara të dala nga enët e gjakut në momentin e traumatizimit, që është tipike për fazën akute, kurse ngjyra blu shfaqet kur hemoglobina fillon të deoksigenohet dhe degradohet. Përjashtohet të deoksigenohet dhe degradohet. Përjashtohet çdo mundësi tjetër që kjo gjakmbledhje të jetë shkaktuar pas vdekjes së tanimit të ndjerës. Ndoshta është më rëndësishme u theksu kështu apo mu formulu ndryshe. Përjashtohet çdo mundësi e shkaktimit të kësaj plage pas vrasjes së saj. Ndryshe plagët pas vdekjes. Ndryshe plagët pas vdekjes quhen post mortem, kurse plaga dëmtimi trupor i konstatuar edhe në raportin e autopsisë i takon dëmtimeve perimortem ose premortem. Që do thotë, këto dëmtime janë gjatë momentit të vrasjes apo para momentit të vrasjes. Sa i përket kohës, përngjyrimi i kuq përfshin intervalin kohor nga 0 deri në 24 orë, varësisht nga fiziologjia e organizmit, a ka qenë obeze apo jo, dhe reaksionet fiziologjike nga atakimi i trupave të huaj nga jashtë. Është individual. Proceset fiziologjike
në organizmin e njeriut pushojnë së vepruari me rastin e vdekjes së të ndjerës. Në këtë kuptim, nuk mund të zhvillohet hematom apo rrjedhje e gjakut, pasi që qarkullimi i gjakut është ndërprerë. Prandaj, përngjyrimi i kuq bazuar në të gjitha literaturat e mjekësisë ligjore, pavarësisht kohës se kur është kryer autopsia mjekoligjore, tregon qartë se gjakmbledhja nënlëkurore apo hematoma është shkaktuar nga momenti i vrasjes dhe 24 orë përpara vrasjes. Bazuar vetëm në përngjyrimin e kuq, nuk e kalon 3 orëshin para vrasjes. Dëmtimi i përshkruar në këtë region, në bazë të karakteristikave të tij, është shkaktuar nga veprimi i mjetit të fortë, të topitur, jo i mprehtë, pa maje dhe pa tehe. Në cilësinë e mjekut ligjor, mund të përshkruaj vetëm karakteristikat e mjetit, pa emërhuar mjetin, me të cilin mund të jenë shkaktuar. Mirë po, përjashtohet çdo mjet i cili ka karakteristikat e majes, të tehut apo të këndeve të rregullta. Dora është një nga mjetet e cila nuk mund të përjashtohet si mjet përmes të cilit është shkaktuar ky dëmtim trupor. Jo, nuk mund të përgjigjem, pasi që mekanizmi i veprimit të dy mjeteve është i njëjtë. Por si shembull konkret, edhe me diçka me imshu, ndoshta vizimet e mjetit me cilin i shkaktua ajo ishin vizualizu. Mirë, po në rastin konkret, Po të goditej, me ndonjë mjet tjetër përveç shuplakës apo brushtit, përveç shtrëngimit me shuplak, do të vizualizoheshin, shiheshin karakteristikat e mjetit me të cilin është goditur. Mirë po, bazuar në ekzaminimin makroskopik, nuk është konstatuar edhe vizualizimi i gishtërinjve të dorës. Për këtë arsye nuk mund të përjashtohet asnjëri mjet si mjet i cili ka shkaktuar këtë dëmtim. Vetë për masat e kësaj hematome, të cilat janë evidentuar si 6 herë 1.5 cm, dëshmojnë se ka qenë dashur të përdoret një forcë fizike jo e lehtë që të shkaktohet kjo hematomë.